një njerin ditën e sotit. Se na tash mujna edhe qëtu që në të resuli mu bo harakiri para këtë Ne idealin mund të asynojmë gjithë ditë, po është ideja me fol realitet. rujt intuitën e familjes të dy rasteve. Idealja do kishte unë po qenë pajtona ajo. që kjo thosht ka të drejtë se a i vetë pe Unë vajzën se fajsoj në atë mes. Nuk ka një personi i tretë s'ka kur faj. As burë, edhe burë nëse qoftë. Në qoftë se aty ka faj. Tash qoftë burr ose gru, në qoftë se burri ose gruaja. Se është josh nga parja e hujt. Nuk kujdeset për familjen e vet, pse me u kujdes qika hallkut ose djali botës. Domethënë përgjithësi e burrit është masfari me rrit familjen, apo? Jo, e të dyve. Jo, e burrit të martuar. Që unë ta tregoj. Nëse është ai i cili Leadershipin në trafton. familje e ka gruaja, autoritetin e ka babai, gjithmonë. Pse po e them këto? Jo ishim të folë për babajnë dhe të dashurën. S'ka faje dashura. Aty babai do të mi që dur të naltë edhe mi do të krejt që ka të familja vetë, nëse do në atë filanën, letec. është Në shkon me ta. Ajo filani s'ka faj. Pa undalë nështë në detaja, po në rastet... E lidhjeve shumë fishta, jënë shumë të mundra për mes platformave online dhe këto ndodhin për disa arsye. Fillimisht ndodhin për faktin që një lidhje që ka fillu një lidhje shpejt, jo analitike, jo e mirë mendume dhe pa tjetër që rrugës mund të hasë edhe në kërkesat të tjera, nevojat të tjera për njohje me personat të tjerë. Kështu që është me të vërtet një hapësirë digjitale shumë e madhe që ty të krijon mundësi njohje me shumë persona paralel. Kjo është një emet madje për faktin që ti ende nuk je i përqendruar në atë çfarë ti kërkon. Është një njohje reale të cilën ti dëshiron me ndërtu në raport me pritshmëritë tua, kërkesave që ti ke me individin, apo është thjesht një farë aventure që ti po e bën nga personi në person duke mos u përcaktuar realisht në qëllimet tua për çfarë edhe po i mban ato kontakte. Prandaj kjo është edhe rrezikshmëria apo ana negative që mund të kenë edhe platformat digjitale apo online. Platformat digjitale. Jonida, si e shet ti këtë mundësin për lidhjet shumë fishta? Digitalizimi për fat keq ta jep këtë mundësi edhe fillon me një like, me një ftehë për miqësi nga një koleg që shumë mirë mund ta kesh thjesht në LinkedIn koleg, qoftë se do të duhet, e mund të kesh numrin e kontaktit nëse të duhet për punën apo emailin e zyrës dhe nuk ke pse i kërkon ftehë për shoqëri ekstra, edhe duke i bërë like edhe zemra ndërkohë që e ke edhe bashkëqortën aty, sepse është vërtet, domethënë nis me një gjë shumë të vogël, nuk e di kush ka zonjat e tha, nis me një gjë shumë të vogël dhe përfundon pastaj në marrëdhënie me familje. Po, përfundon në marrëdhënie që priçen, por jam shumë dakord me Ritën që tha një gjë që nuk është faj as asaj zonjës në marrëdhënie as atij zotrisë, por e atij personi që lejon dhe nuk mbron familjen e vet. Pra në të gjitha rastet mos i jep një mundësi, se nëse unë si vajzë apo si grua, më falni, unë do mbaj një qëndrim serioz, më vjen një test në Facebook, unë nuk jam një grua e lirë. Dhe pranoj këtë ftesë dhe shkoj dhe më tutje, ndoshta për shkak edhe të nevojave të mia të paplotësuara në këtë martesë. Por fillon gjithmonë nga qëndrimi që neve duhet mbajmë. Sa mos stereotipik qëndrimi duhet me majt vajza që i hyn mes familjes. Po nuk i hyn në mes. Po i hyn më rreth mes se po shkon me një burr të martuar që i ka 2-3 fëmijë. Jo, burri i martuar po shkon me dikën. Po të dytë po shkojnë, po çfarë qëndrimi duhet me majt çaj çik mas se ku ka pa faj. Asnjë farë lloj qëndrimi pa fajshme. Po mundem, a mund ta dëgjoj? Po. Restur të lutem. Jo sepse dua të mbaj anën e Ritës, por dua të them këtë gjë. Kjo vajzë në fjalë nuk ka absolutisht faj se kjo vajzë mund të jetë një grua e lirë. Por ai person mund të jetë duke bërë një lojë të dy fisht me 2 porta. Mund të thotë që jam në proces divorci dhe procesi divorcit nuk ka ndodhur. Po ajo është tjetër sen. Të lutem pa përfundoj. Po jo mos e kanalizo me sistem të divorcit së është diçka tjetër, ata veç po ndohen. Po ndodh çap. Ai ata veç po ndohen. Te njerëzit që nuk janë tu ndo, po hyn dikush në mes. Jo, të lutem ta përfundoj. Ai kur do të ofuzë. Ta përfundoj sepse është online dhe ti sa të duash individ që hiqen dhe ti mund t'i besosh sepse sjelljet e jashtme mund t'i kenë vërtet shumë të mira dhe realisht mund të bish në kurthin e këtyre njerëzve. Dhe vajza në fjalë apo gruaja në fjalë mund të jetë shumë serioze, mund të niset për diçka seriozisht dhe kupton që kam pas raste unë si psikologe klinike në klinikën time, raste që juve shokoheni.
Pra, nuk është thënë absolutisht që ka për shembull grua dhe ka dhe fëmijë. Raste të tjera që i thot jam në proces divorci se gruaja më ka tradhtuar dhe gruaja është me probleme mendore, e kam shtruar me kartel tek Pesa në Tiranë. Dhe çfarë do bëj kjo vajza shkret në fund të ditës që ndoshta e ka nevojat e saj të paplotësuara për dashuri, për marrëdhënie seksuale, në një për shembull ndoshta edhe nuk është fare në marrëdhënie, mund të ketë kohë pa marrëdhënie. Dhe e beson këtë zotëri në fjalë. Është faji kësaj vajze, më fal. Faji kësaj vajze apo këtij personi në këtë rast. Kam pas raste konkrete që po i flas këto gjëra. Të dyve. Edhe më I të dyve, avokatja faji kujt është? Në këtë rast. Faji është i asaj që do të hetoj me kënë po bisedan. Unë e thash edhe njerë, nuk thash gruja ose burri. Do të me qenë njeri shumë i vëmendshëm. Po nuk mundesh të